Përshëndetje miq të Radio Dugagjinit, kudo që jeni duke na dëgjuar, po shoqërohemi në vazhdim me episodin e radhës të emisionit Frontline, në të cilin do të flasim një temë shumë aktuale, interesante, edhe me interes gjithashtu. Në fakt jo vetëm tash, gjithmonë nga këndvështrimi im, roli i shoqërisë civile në një shoqëri demokratike do duhet të ishte i pazëvendësueshëm edhe i padiskutueshëm gjithashtu. A është i tillë si funksionon shoqëria civile në Kosovë, sa merren në konsiderat dhe sa mund të shtyjnë procese përpara. Gjitha këto i diskutojmë me Naim Jakajn, hulumtues i lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi. Përshëndetje Naim, faleminderit shumë që jeni. Faleminderit Naili për ftesën. Shoqëria civile, për gjithë ata që eventualisht mund të mos e kenë shumë të qartë konceptin, çka përfaqëson? Çka është shoqëria civile, Naim? Për institucionet në Kosovë, për një pjesë të institucioneve, konsiderohet problem. Sepse shoqëria civile për ta është problem në kuptimin e kritikës që bëhet. Zakonisht kjo mirët si fjalë cilat munden me e cënu ndonjë individ. Po shoqëria civile edhe në kuptim të gjanë, edhe në kuptim të ngushtë është grup njerëzish që nuk janë të afiliuar as me ndonjë subjekt politik, as me institucionet qeveritare, as me institucionet legislative, as me institucionet ekzekutive ose gjyqësore. Dhe janë në shërbim të interesit publik. Interesant kjo fjala problem, edhe mënyra qysh ju shohin institucionet ose përfaqësuesit e institucioneve. Një pjesë bukur e madhe, veçanërisht ekzekutivi, edhe legislativi, po në një format, me qenë se ne kemi fushim edhe drejtësinë, edhe organet si që është Këshilli Prokurorial i Kosovës në këtë aspekt. Edhe këta konsiderohen problem. Do të shohin si problem në kuptimin e fjalës, sepse shoqëria civile e ka fjalën edhe aksionin simbolik, në kuptimin që aktivitete, aksione simbolike që munden me e paraqit problemin në mënyrë që me marrë vëmendjen e saktuar prej opinionit publik ose prej mediave të tjera. Por kur shoqëria civile Naim edhe aktivistët e shoqërisë në përgjithësi konsiderohen si problem nga ekzekutivi, nga qeveria, nga prokuroria, nga legislativi, çush dush i quajmë, a duhet konsiderohet mirë kjo për shtetin në përgjithësi? Për tiparët e një shtetit demokratik, normalisht nuk konsiderohet, sepse edhe tek parimet kushtetuese, edhe tek dispozita e veçantë tek liria e lirisë asociimit, janë vlera bazë për një shtet demokratik me tipare të demokracisë siç pretendon Kosova. Mos të harrojmë që ne kemi marrë për bazë edhe kemi marrë për me i zbatu disa parime për cilat edhe dokumente ndërkombëtare në cilat ne nuk kemi as të atërum, nuk kemi në Këshillin e Evropës, po kemi marrë për bazë detyrimet që lindin nga praktika e Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerëzit. Edhe gjitha ato janë të mishërume, edhe që duhet në kushtetutë dhe që duhet me i zbatu në përditshmëri. Dhe në këtë drejtim shoqëria civile, veçanërisht Instituti i Kosovës për Drejtësi, gjatë prej kohës kur është themelu, ka funksionuar mbi këto baza. Domethënë ne nuk kemi shpik diçka të re në kuptimin që kur kemi folur për kushtetshmëri, për rënd dhe ligj, për sundim të ligjit, për ligjshmëri, për rregullsi, për transparencë, për llogaridhënie të qeverisë, të institucioneve të drejtësisë, të legislativit, ne nuk kemi folur diçka që tashmë është e re në Kosovë, po diçka që ka standarde ndërkombëtare që janë vendosur prej institucioneve më të larta ndërkombëtare. Do për ajo që e thoni, ju nuk ju konvenon individëve të caktuar në ekzekutiv ose në legislativ, mandej quhen problem. Po, mandej problem, edhe bie prej bie, si më thon, po kjo është mirë, besoj unë, sepse shoqëria civile dhe mediat, sidomos, janë vëzhguese dhe janë aty për t'i raportuar parregullësitë ose problemet eventuale. Po për këtë arsye që edhe problemet që ne i shfaqem, edhe tentojmë i adresu, edhe që ato me u marr për bazë pastaj prej institucioneve, kërkon edhe pastaj edhe ekip që nuk friksohet. Sepse problemet që mund t'jenë, edhe që i identifikojmë dhe i tregojmë në publik, ato pastaj mund bëhen pengesë reale për sundim të ligjit, antikorrupsion, për integritet. Ne flasim kryesisht për njerëz që kanë ndikim edhe pesh në jetën
edhe publike, po edhe në jetën ata njerëz që afektohen prej këtyre çështjeve që ju heqet në sipërfaqe, provojnë me ju kërcënu, me ju friksu, mos me i thonë. Ka po, ne kemi pas edhe probleme të natyrave kur ekipet të gazetarëve edhe të kameramanëve edhe të montazherëve janë penguar në kryerje të detyrës tonë, që me legislacion në Kosovë është e mbuluar dhe e mbrojtur. Por në këtë drejtim ne nuk kemi pasur probleme sepse qëndrojmë mbi parime edhe vlerat për të cilat Kushtetuta e Kosovës edhe ligjet në Kosovë na mbrojnë. Dhe në këtë drejtim nuk shohim ndonjë problem, përveç që si individ brenda ekipit të IKD-s ato i mbrojmë edhe nuk kemi ndonjë problem të natyrës ku tërhiqemi për shkak të ndonjë presioni. Katën time për t'ju bo me u tërhiq. Po. Për shembull, a ki ndonjë shembull të freskët çka kush ka provu? Po, në kuptimin që ka tendencë që të tërhiqet ndonjë lajm ose të ndërrohet artikulli ose të bëhet ndryshe, por këto nuk ndodhen, këto nuk kanë ndodhur dhe artikujt të betimi për drejtësi. Të betimi për drejtësi ose në ndonjë platformë ose të mos flasim për temat të caktuara, por prapë them, këto janë minimale, nuk janë në formë të shprehje, por edhe ato kur janë në minimale ne nuk bëjmë asnjë kompromis. Çu provojnë me ju ndal, me ju friksu, me ju largu prej temës? Po kryesisht për shkak të ose ndonjë telefonat ose ndonjë kërcënim në Facebook, në platformat sociale, kryesisht edhe njerëz që janë të identifikueshëm, por edhe njerëz që fshihen prapa profileve të rrajshme. Por kjo nuk ndodh në IKD që të thras dikush prej ekzekutivit ose legislativit dhe që ekipi ose individi i caktuar të tërhiqet nga ndonjë temë ose qëllim. Ne analizojmë e shikojmë me objektivitet edhe nuk tërhiqemi në qoftë se është ai edhe ndonjë antar i familjes ose antar i cili mund të jetë A ka edhe kësi raste? Mund të preken antar të familjes së ekipit? Mund të ketë edhe antar, po në IKD dhe në betimi për drejtësi nuk ka raste kur gazetarët, redaksia është tërheq prej këtyre për ndonjë presioni të tillë, nuk mund të ndodhë. Përndryshe situata e fundit është shembulli më tipik me shpjegu rolin e shoqërisë civile në një shoqëri. Kur them situata e fundit e kam fjalën për mos konstituimin e Kuvendit të Kosovës. U shty për 48 orë, me shumë gjashtë do t'i kemi edhe shumë 48 orësha të tjerë, sepse nuk u miratu raporti i Komisionit për verifikimin e mandateve. Shoqëria civile bashkë me mediat i kam përcjell vazhdimisht në ato që e quajmë si balkoni i sallës ku mbahen seancat e Kuvendit, ka qenë i stërmbushur naim. Ti me siguri ke qenë aty brenda, e ke përcjell prej afër ose dikush nga ekipi. Ne kryesisht kemi qenë stafi i IKD-s, kemi qenë prej mediave në Kosovë, kemi qenë në intervista edhe me pjesëmarrje, se kemi dashur me mbulu këtë pjesën e interpretimit të kushtetutës së ligjshmërisë edhe mbi bazat të objektivitetit me fol për atë se çfarë ndodh në ditën më të rëndësishme pas rezultatit të zgjedhjeve. A ka pas në këtë rast ndonjë rol shoqënia civile? Shoqënia e para, shoqënia civile ka rol në këtë aspekt edhe për plot arsye. Po njëra ndër arsyet që tashmë po e evidentohet, ne po mbram se si njëra ndër personat më me ndikim në Republikën e Kosovës në qeverinë Kurti 2, e cila nuk kombon pozit edhe nuk ka autorizime publike për Zona Mihali, ku na apostrofoj si punëtor të organizatat shoqërisë civile në punës, në kuptimin që ne po jemi po interpretojmë krahas interpretimit të partive që dikur ishin opozitare. DDK, PDK dhe me fjalë të tjera, po shkoni në linjë me ta. Po, në asnjë moment, edhe në legislaturat e kaluara, nuk kemi qenë krah ndonjë subjekti politik.
Në kohën kur para orës në pushtet televizit vetëndosje, IKD ka qenë këgjë radikale në kuptim të interpretimit edhe të normës, edhe të situatave në raport me problemet që janë shfaqur me fenomenet, me antikorrupsion. Në disa raste ne jemi duk atëherë sikur se po flasim sikur lëvizja vetëvendosje. Në ndërkohë tani më pushtetit që ka ndrru edhe që ka pretenduar se nuk do të jetë si pushtetet e kaluara, na trajton në mënyrën e njëjtë sikur se ka trajtuar një pushtet i legjislaturës së shtatë. Në njëjta qasje edhe me mediat. Po, sakt, edhe kjo, ne nuk e shohim këtë problem. Nuk e shohim si problem që për neve në punën e përditshme, por si problem publik, ky është sepse i atakon pjesëtarët e shoqërisë civile edhe mund ta cënoj atë lirinë e asociimit që është themel i shoqërisë civile. Në atë që e thoni. Mund të ndodh, por faktet edhe analizat e tona kanë treguar që dhe na kanë konfirmuar. Shqone, tek projektligji për biron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, tek çështjet e vettingu, tek ligji për Këshillin Prokurorial të Kosovës, tek plot ligjet e tjera, tek ligji për pakën në sektorin publik, tek ligji për zyrtarët publik, analizat e tona janë të konfirmuara deri tek Komisioni i Venecias. Dhe ne nuk e kemi pasur për qëllim ta luftojmë ose t'ia cenojmë fushë veprimtarinë qeverisë përmes dërgimit të projektligjeve të saj në Kuvend Kosovë dhe të miratimit. Po ne kemi pasur problem me përmbajtjen e atyre projektligjeve. Ashtu siç kemi pasur problem edhe në legislaturat e kaluara, dhe puna jonë është kjo. Me pa se një ligj i caktuar i qeverisë ai cënon. Por ne tash ky është interpretim i joni për cilën besojmë e qëndrojmë, edhe atyre që i kemi qëndruar janë konfirmuar më pastaj nga gjykata kushtetuese. Edhe janë konfirmuar edhe tek Komisioni i Venecias. Sheni tek ligji për Këshillin Prokurorial, për byron, për ligjin për pakat në sektorin publik, për zyrtarët publik që përmendëm edhe më herët. Janë të konfirmuara kështu në mënyrë taksative këto vërejtjet tona. Dhe ne nuk kemi ose që merren në një shembull tjetër, tek ligji për Këshillin e Pavarur mbi Këshillin Civil të Kosovës. Analiza jonë është vërtetuar në masën prej 90% në këtë ligj. Tek byroja tërësisht, tek KPK tërësisht. Po them, është në secilin ligj problemi, analiza jonë është vërtetuar nga një organ që nuk është as derivat i institutit tonë, që nuk mund t'jetë edhe ashtu, po as ndonjë institucioni ekzekutiv, përveç institucioneve gjyqësore. Dhe për këtë, edhe sipas kushtetutës dhe ligjit, ato duhet të zbatohen kur janë të plotfuqishme, lërë ma kur janë prej një gjykate kushtetuese. Andot në rast në kur ju thrasim për shembull, nëse keni diskutu, supozoj që konsultoheni paraprakisht për gjitha këto ligjet që i përmendet dhe që kanë shku disa në gjykatë kushtetuese, disa deri te Komisioni i Venecias, ju konsultoheni paraprakisht me ministër të drejtësisë ose kushdo që është në ne marrim pjesë në grupet punuese. Po, dhe andodh pastaj kur këto instanca më të larta e konfirmojnë atë që ju e keni thënë në takime. Andodh me ju thirrni një ministër në telefon dhe me thonë bravo, patë të drejtë, kërkojmë falje që s'jemi pajtuar me ju ose ju kemi kritikuar. 6 projektligje që i kemi analizuar në korrekt vitit 2024, që dalin nga deklarata e zëtimeve për reformën e drejtësi, kur i kemi analizuar ato dhe kur i kemi publikuar, për cilat kemi konsideruar që ka të meta të mëdha. Ta zëm për shkak njëra ndër metat është teknike, po është elementare, ka qenë ta zëm në ligj, ju është referuar një amandament i kushtetues, draft amandamenti i kushtetues, që ai amandament as nuk është i votuar nga ana e Kuvendit të Kosovës. Dhe problemet të tjera në tek reformën e drejtësi ku më pastaj pas publikimit të analizave tona, edhe pse ato komente nuk janë ndërmarrë ose nuk janë marrë parasysh nga ana e Ministrisë së Drejtësisë, më pastaj kemi pasur komunikim me këtë ministri që vërejtjet e tona të përfshihen në ligjet të cilat do të dërgohen më pastaj në Dhe prej atij momenti keni filluar me bashkëpunim. Dhe prej atij momenti kemi bashkëpunuar edhe më herët, po kuptim prej atij momenti janë marrë parasysh ato komente dhe ne kemi shkruar dispozita dhe kemi ndërru dispozita për cilat qeveria ka pretenduar se ato janë të mira.
dhe kjo ka qenë ndikimi joni i drejt për drejt në ligjbërje. Po fatkeqësisht që Ministria nuk i dorëzoi prej kohës kur ne i publikuam analizat edhe ndihmuam në shkrim, nuk arriti me i dorëzu ato projektligje edhe në qeveri, po edhe në kuvend të Kosovës. Ne kemi qenë të gatshëm me ndihmu në secilin hap, po në secilin hap nuk ka qenë e gatshme qeveria që me i dërku këto projektligje në kuvend, me miratu edhe me përcjell pastaj me buxhet. Por këto situatën e fundit me mos konstituimin e kuvendit, a keni pas ndonjë komunikim, kontakt? Jo, s'kemi pas komunikim, ne kemi folë sepse kemi konsideruar që nuk është nevoja që të komunikohet me partitë politike, parimet kushtetuese dihen, legislacioni në fuqi është dihet, aktgjykimi i gjykatës kushtetuese e vitit 2014 edhe e vitit 2020 për qeverinë Hoti e ka vizatur rrugën që dohet me ndjek partitë politike në kuvend në mënyrë që me i themelu institucionet pavonesa. Domthon, prej vitit 2011, 2014 në një periudhë, në 2011 për rastin e presidentit tek çështësi votohet, që ai praktik pasaj është zbatuar edhe s'ka pas probleme të caktuara as në vitin 2015, as në vitin 2016, dhe as probleme në vitin 2021 kur është votuar zonja presidentja zonja Vjosa Osmani. Edhe kallabllak interpretimesh, rrugë e skicume e qartë, që qysh themelohet kuvendi i Kosovës, qysh konstituohet, qysh formohet qeveria e Kosovës në mënyrë që mos e pas probleme të caktuara. Edhe tash i ka rani një problemit për të cilin ne kemi konsideruar që nuk është ndonjë problem i madh. Por që problem i madh. Por që bë. Dhe prej problemeve që kjo legjislatori ka shkaktuar me miratim në kundërshtim me kushtetutën, 10 ligje dhe 10 vendime, kemi ardhur deri tek një situatë kur kuvendi i Kosovës në vitin 2022 kur e ka miratuar ligjin për qeverinë, që qeveria e ka dërgu, edhe e ka bërë një interpretim të nenit 70 paragrafit 2, ku mandati, aty thotë që mandati i deputetit fillon në datën e certifikimit. Ajo, po besoj që gjatë shkrimit të kushtetutës nuk është ndjek një rrjedhë logjike prej nenit 66 paragrafin 1, ku tazëm tek paragrafin 1 thuhet që mandati i kuvendit të rrjedhë prej ditës së seancës konstitutive deri 4 vite. Ka shpërputhje. 4 vite, dhe ka një shpërputhje në lidhje me këtë paragrafin 2 të nenit 70, ku thotë që mandati fillon në ditën e certifikimit. Ligji me kushtetutën janë. Ligji me kushtetutën. Nuk kam rri ligjin, qeveria me ndërtu në qatë mënyrë që me lehtësu dispozitën kushtetuese. Kur ka kësi kundërshtime na jem, cila e mbi zotron tjetrën? Kushtetutën, si këtë ne kemi thonë prej një ditë para certifikimit, kur jemi prononcu për mediat që një dispozite cila nuk është zbatu asnjëherë, ose nëse është zbatu ndonjëherë e është zbatu në mënyrë selektive ose individuale në masën, si më thonë, në masën pej 15 ministrave, nëse vetëm një ministër ose vetëm një kryeministër gjatë këtyre legjislaturave ka zbatu, atëherë kjo mund të konsiderohet edhe dispozit e vdekur e kushtetues, sepse nuk është zbatu asnjëherë. Dhe nuk ka nevojë të zbatohet një dispozit kur bëhet pengesë për konstituimin e kuvendit. Në këtë aspekt, prej kohës kur është shkruar kushtetuta me aktgjykimet të gjykatës kushtetuese, sepse aktgjykimet të gjykatës kushtetuese në një interpretim janë edhe normë kushtetuese që ligjvendësi, institucionet publike do të me i zbatu në mënyrë të detyrueshme, sipas nenit 116. Por çka ka ndodhur deri më tani? Interpretimi i tillë është bartur, dispozita e tillë është bartur në mënyrë copy-paste në ligjin për qeverinë, gjë që tash ka pamundsuar edhe miratimin e raportit të Komisionit të Përkohshëm për verifikim të kurumit dhe të mandateve, sepse tashmë një pjesë e opozitës e deputetëve e interpretojnë që këta do duhet të jepnin ndërheqje në ditën e një ditë para se të certifikohen, sepse konsiderohet që deputeti fillon mandatin ditën e certifikimit. Por ne si këtë kemi thonë që kjo nuk është e nevojshme një ndërheqje e tillë po atë ditë, sepse një dispozit e tillë do të më interpretu në logjikën e formimit dhe themelimit të institucioneve, dhe kjo logjik duhet të ndjeket në ditën konstituive.
Cila është kjo? Çka do thotë që në ditën duhet jenë konstitutive, të dorëhequr anëtarët e ekzekutivit në ditën e konstituimit, në kuptimin, o mund të jetë kjo në mënyrë paralele në kohën e betimit të deputetëve, domthonë votohet ky raport i komisionit për verifikim të quorumit dhe të mandateve, dhe në kohën kur betohen si deputet, ata e dhonë dorëheqjen në mënyrë o paralele o në 10 sekondat e parë A mund ta bëj një gjë të tillë, a mund të bëj në këtë situatë? Po mund bëj një gjë të tillë, por sipas rregullorës nuk lejohet debat në seancë konstitutive me të drejtë kur zhvendos një dispozitë të tillë, sepse nuk është e nevojshme kur dihet fituesi, dihen deputetët, dhe raporti i komisionit raporti për verifikim të mandateve është proces teknik formal, gjë për cilën kandidatët që kanë dalur dhe që janë zgjedhur deputet mund ta votojnë me shumicë të thjeshtë të votave dhe ai kalon dhe vihet te betimi. Por rasti siç ka ndodhur me këtë, ne konsiderojmë që është më shumë problem teknik dhe formal, por në ditën e seancës konstitutive, në kohën e betimit, këta ministra dhe kryeministri do t'japin dorëheqje dhe të mos shkojnë më në zyrat. Qysh me marr garanci që këta t'japin dorëheqje, sepse vazhdimisht diskursi ka qenë që s'mund t'i lënë ministrit edhe kryeministrin pa zot shtëpie e ngjashëm. Pa zot shtëpie qeveria nuk mbet. Pa zot shtëpie Kosova nuk mbet, sepse është zëvendës kryeministri dhe zëvendës ministrat edhe ministri ose ministrat që nuk kanë kandiduar për deputet e që vazhdojnë me qenë në detyrë. Do më thonë, edhe me ligjin për qeverinë tregohet se çka mundot me bo një qeveri në detyrë, edhe zëvendës kryeministri edhe zëvendës ministrat, çka mundën me bo edhe kuj kanë kufizimet sipas ligjit. Dhe me qenë se është kështu, edhe është e skicume, vizatume, është ligji në këtë aspekt është shumë i mirë që me po se kryeministri, ministrat japin dorëheqje, nuk shkojnë më në zyrat e tyre, sepse pas betimit, ku ai tani më nis me ushtru mandatin, sepse ka dy situata. E fillon për mandatin pe ditët të certifikimit ku thot kushtetuta që është bërë e pazbatueshme dhe nuk është zbatuar në asnjë moment, sepse nuk ushtron asgjë. Pe ditës të certifikimit, cili deputet ka ushtru një mandat, një funksion, asnjë. Në ndërkohë prej betimit ai mund ta ushtrojë. Mund të dërgojë në gjykatë kushtetuese vendimet të kuvendit. Dhe tash në vend se të votohet raporti i komisionit, qoftë edhe me këto pretendime të LDK-s, PDK-s dhe AK-s, bëhet betimi dhe nëse kryeministri dhe ministrat shkojnë në zyrë dhe marrin vendime, atëherë ato vendime pasaj mund të kontestohen, sepse aktualisht këto vendime të ministrave nuk mund të kontestohen. Për këtë arsye kemi konsideruar që një raport i tillë duhet të votohet, mos bëhet problem. Në ndërkohë problemet nëse shfaqen pas betimit të deputetëve, atëherë po mund bëhen probleme pastaj me lind konflikt ligjor dhe mund të nis iniciimi i procedurës. Aktualisht askush nuk po mundet me e dërgu kërkën në gjykatën kushtetuese. Ose në ndonjë gjykatë. Do të konsiderojnë ajo shkelje e kushtetutës nëse votohet raporti i komisionit për verifikimin e mandateve, pa u respektu kjo pika që kërkon dorëheqjen para certifikimit zgjedhjeve. Shiqari, ka një vendim të KQZ-s, një certifikim të rezultateve zgjedhore me këta ministra, me këta deputet. Nëse jemi në shkelje prej 27 marsit. Dhe shkeljen e ka bërë KSZ-ja. Nëse jemi në shkelje prej asaj dite dhe është dashur të atakohet. Asnjë subjekt politik nuk i ka atakuar në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashkritje. Nëse do duhet të atakohej, do duhet që me 27 mars, po atë ditë dhe të mos votonin as partit opozitore të kontestuoj, po aty. Sepse pra po them, kjo mund të jetë edhe për qëllime politike të interpretohet kushtetutshmëria në këtë drejtim. Ç'është po ju konvenon secilit? Edhe të mbahet peng formimi i kuvendit, themelimi, konstituimi i kuvendit. Ajo që është e sigurt është që s'mund të bëhet dikush deputet dhe të ushtrojë të njëjtën kohë dy funksione. Sakt, edhe kjo fillon me betim. Dhe kjo fillon me betim. Do është pikët arsye ne kemi konsideruar si IKD në dallim prej një pjesë të organizatave të shoqërisë civile që mandati i kryeministrit dhe ministrave duhet me u dorëzu, me dhënë dorëheqje, edhe nëse je në detyrë, në ditën e konstituimit,
gjë që do të duhet të bëhej në seancën e 15 prillit, formalisht në një formular, në një dorëheqje tipike, jo sikurse në formatin që ishte dorëzuar nga ai është më shumë njoftim që na ka pushuar mandati, por mandati ka pushuar me pavarësisht a jep njoftim ti si kryeministër apo jo. Është mandatit të përfundon jemi ka fundi se po na ecë shumë shpejt. Qysh me i eduku, po e them kushtimisht, opinionin e gjerë publik, që me ditë sakt çka po ndodh, sepse ka pas kaq shumë interpretime këto ditë të një neni, një kushtetute, një ligje, një rregullore të kuvendit. Do të thonë njerëz që nuk marrin vesh prej drejtësisë kanë qenë shumë konfuz, dhe nuk e kanë ditë ose kanë zgjedh me i besu subjektit politik ose organizatës ose medias të cilët ata i besojnë. Dhe varësisht çka është thënë aty, ata e kanë marrë si të mirëqenë. Qysh me u eduku ne që me ditë vetë me i lexu qito nene, qito rregullore, kushtetutën? Fillimisht parimit kushtetuese, dispozitat kushtetuese kur janë shkruar dhe kur është shkruar kjo kushtetutë është nënkuptuar që përfaqësuesit e zgjedhur që vinë që i zgjedhim ne atje. Po nuk bëjmë probleme të natyrës ku kontestohet vazhdimisht ai rregull. Është kontestu kujt i takon grupi më i madh, kujt i takon kryetari i kuvendit, cilit grup më të madh parlamentar. Është kontestu kujt i takon mandatari për qeveri të parit apo të dytit, nëse dështon i pari, ai takon të dytit apo do të mi taku prap të parit. Ai takon nën kryetari, kujt i takon cilit subjekt më të madh parlamentar, nëse ai një subjekt politik që është i treti në kuvend të Kosovës nga radhët e opozitës, ai takon nëse bie numri i deputetëve, ai takon asaj partie prapa duhet i takoj atij që ka dalë ati që ka dalë të katërtit. Dhe këto probleme nuk mund të rregullohen vazhdimisht me vendime gjyqësore. Dhe çka ka ndodhur deri në këtë aspekt, deri në këtë kohë, ka ndodhur probleme edhe interpretime të ndryshme, edhe nga pushteti politik, edhe nga ai që ka pas masën më të madhe të votuesve, dhe votuesi ka interpretimi që partia politike e ka bërë. Varësisht cilit subjekt i beson. Dhe çka kemi bërë ne si shoqëri civile? Jemi mundu që me pa vendimet gjyqësore edhe me pa interpretimin që ne ja kemi dhënë në mënyrë që me besu publiku këtë interpretim tonë. Dhe ky interpretim joni normalisht mos ta besojmë verbërisht vetëm një subjekt politik, por ta shohin edhe interpretimin e një organizate shoqërie civile që më pastaj ta konfirmojnë edhe një vendim gjyqësor. Po ky është problem. Dhe është partitë politike në kuvend të Kosovës, edhe qeveria duhet mos me e pa dispozitën kushtetuese, ligjin, normën ligjore, mos me e pa si mjet ku e instrumentalizon publikun, por si mjet ku ti e lehtëson edhe pjesëmarrjen e tyre në jetën publike. Po është idealiste, por në punë sepse pastaj edhe për shkak të këtyre kontestimeve po ka edhe përplasje ndërmjet qytetarëve që më pastaj shkakton edhe probleme të tjera. Sakt, edhe për fund naim veç shkurt nëse mund të lutem. Nëse kemi dilema, rregulloria thot ndryshe, një ligj i caktuar për qeveri për shembull, thot ndryshe, kushtetuta thot ndryshe. Cilit prej këtyre tre akteve ligjore duhet të besojmë? Kushtetutës. Përfundimisht e çelim kushtetutën, e lexojmë edhe interpretojmë në atë mënyrë që mos me e blloku procesin, sepse ne mund gjejmë dispozita kushtetuese ku neve na pengojnë të njëjtën. Po ne do të gjejmë ligjvendësi do të më qenë në atë gjendje, siç është thënë edhe me aktgjykim të gjykatës kushtetuese që deputetët duhet me gjetë mënyrën se si me konstituu vetveten. Dhe paranojnë situatën është me ta shkruar një dispozit, një paragraf në 4 rreshta në aktgjykim të gjykatës kushtetuese që përfaqësuesi i zgjedhur me gjetë mënyrën. Është e pakuptim që me thonë një organ gjyqësor si që është gjykata kushtetuese, me thonë që si përfaqësuesi i zgjedhur, me dalë me premtu se kemi qenë bartës i funksionit publik edhe kemi realizuar parime demokratike, edhe me dalë në fund një organ gjyqësor, me thonë që rruga që do të më ndjek është kjo. Në vend se me i interpretu në atë mënyrë si që thash edhe më herët, që me lehtësu e jo me vështirësu si që është vështirësu puna. Ka probleme të mëdha,
ky kuvend i Kosovës në legislaturën e 8, kjo qeveri në legislaturën e 8, edhe legislaturat e kaluara, është dashur që me vendime gjyqësore me detyru për çështje etike, për skemat pensionale në vitin 2023 është detyru kuvendi me ndërhy. Nuk ka qenë vullnet i qeverisë për me ndërhy në këtë. Është dashur që me paralajmëru nesër IKD pa di për përfaqësim të sindikatave në bordin e fundit të kursimeve pensionale. Është dashur që të bëjmë raport për mosbatimin e aktgjykimit për ligjin për pagat në sektorin publik dhe të paralajmërojmë pa din ndaj kuvendit për me zbatu këtë aktgjykim, se aktualisht janë duke u cenu të drejtat e përmbi 94.000 shërbimësve civil. Veç pse jashtë nuk i kryen punë për cilat janë aty. Edhe ajo është e skicume, edhe ndonosh nuk nevojitet punë e madhe që një deputet, një grup parlamentar me ndërmarrë një iniciativë që me ndryshu. Është e vizatume rruga që do të më shku përpara dhe nuk mrrihet ose nuk nis me u vizatu. Kemi mbase nevojë për edukimin e bona pyetja në fund çush mi eduku masën, po duhet një emision tjetër me pa çush mi eduku kuvendin me krypunë të veta. Faleminderit shumë, faleminderit edhe ju të nderuar dëgjues, do të takohemi sërish të shtunën e ardhshme.